penaltinë ai nuk po merr dot të me bën një aksion vetëm apo. Ai Guardiola ka funë shpumse ka thonë valla se për anë keq edhe 3-3 isha unë nuk e çon dot kur një. Kush është legjenda e Tiranës? Partizani. Ju mbushni stadionet e ma se ngellët boshe dhe foto latna. Ju jeni histori, ne jemi historia. Flori, nëse qesh prap do ikim nga emisioni. Miq të Andale Sporti, rikthehemi me episodin numër 6, plot me gole, kishim të javë të Champions League, prandaj jam këtu me Bernardin, Përshëndetje Flori, edhe me Justin, miku jon. mirë se u gjeta vëllezërit tanë. Tani si e pam të javë të Ligës Kampionëve, shumë e bukur ishte, plot gola. Super e bukur, vetëm se ka ngecë tipit e Liverpool, Real Madrid. Ndeshja më e bukur për mua. Nga ka kënaqë e Champions League, nuk ka se Champions League valla. Është super neshe. Për mua ndeshja më e bukur dhe të lloj klasën direkt nga Liverpool e Real Madrid. Fiton Liverpooli e dominon të ndeshjen. E kam një të fare në Dhe shqyqyr, për thonë që i mori atë hakun që ka fituar për finalin Champions Mori hak tani finale Ligës Kampionëve me ndeshje. Dakor, por prapë mendoj se Liverpooli është shumë lart në sezon. Edhe Reali është dobët. Reali është dobët. Do ka mungesa, ka shumë mungesa se Reali nuk është dobët, ka Bruma, kupton. plus ka atë Mbappé që e ka sot. Po përveç mungesave ka edhe ca çare në disë ekipit, kanë një Kylian Mbappé totalisht jashtë forme, nuk e di se çka ka njëri, po nuk është Mbappé që në tim. E kam trut vogël o Flor, me thonë drejtën se nëse do me lyt në sulmusin majt dhe të jepet mundësia që të sulmusin majt dhe mos dalësh fare, mos dhe të mësh edhe i penalti për më tjepë. Nuk është fare normale për një lojtar me statistika si Mbappéja, me botror si Mbappéja, 25 vjeç, nuk është normale fare dhe mund vjen shumë gjëna, të thonë drejtën. Unë nuk e di ku e ka problemin Mbappéja, po di që se në që përmendi Justin për penaltin, nuk mendoj që ndikon penaltia te lojtarë si puna Mbappés, që Ndikon që tani ndeshja ndaje me presion tillë në Anfield, jo penaltia ndikon, po kur bën një faull dikush e bie ndikon. është normal, po prapë është penalti dhe është për mendimin tim është çështje fati. Nuk mendoj që gjykohet lojtari nga një penalti e humbur. Është çështje fati penaltia, ose Ç'është fati? çështje fati. Jo, çështje fati. Ka shumë element rena, po nuk është vetëm çështje fati. Është po jo vetëm çështje fati. Në futbollin vetë është fati. No, fat është kur janë të dy ekipet në formë, janë të dy ekipet mirë, por Reali Një Reali është Reali. Më fal, po është vështirë. Po është vetëm nga humbja e Milanit nga. Mundi Milan, e të morësh vetëm, është pak e vështirë me thonë drejtë. Me shlem trauma si ekip është shumë. Jo, po. Buzim 3-5. Vërtet fakti që mund Milani dhe Real Madridi traumë do ishte, me thonë drejtën, traumë do ishte. Trauma është po mund Milani. Po. Nuk para ndodh. Ka pas ndodhur para 20 vjetësh, por tash Po prapë ka shumë mungesa. Ka shumë mungesa që bën shumë. Jo Mbappé, nuk e shoh dot Mbappé. Ky lojtar që luan me Realin, si duket. Lojtari Mbappé, ky lojtar që lu me Realin është rrisha mos e kput. Na Kaç. Vetëm ka këtu dy na keni shmend me këtë Mbappé, jam sigur. Ju thosha unë që është lojtar i dobët, ka i dobët, nuk është i dobët. Jo, ti ke vendu dobët jo banko. Jo, ktheve vartë. Po, na kthe. Unë kam thënë që se ju thatë që i mungon roli krahut majt, jo po është Pa probleme, po. Jam këto probleme. Ja ku erdhi rasti, po lum krahut majt, në vend Vinicius, ha? Po. Pra për s'ka. Me kë po lum në vend Vinicius, se Vinicius e s'lu, Rodrigo s'lu. Me kë po lum me Brahim Diaz, po lum ka. po lum me Valverde në mërci djathtë. Shpite kanë to. A do e marrësh ti për si faksion? Po lum me Asension që në mërci. Do ta jesh lojtar, do të jesh lojtar. Do fol vetëm. Unë po them, a do të triblojë lojtarin më? Ço problem Po do ta kao, por e ke pas Leao gjykotës. Pretendoj që pikë kyçe, ai pikë kyçe ekipit, prandaj të morë Reali dhe të pritën. Ekipi lu për atë, po. Po pra, nuk e të liq ekipi, nuk e lider, nuk e merr dot, edhe një mundësi që ke, mundësi të mirë penalti, 11 metra, vetëm në portir, e shpërdoron. Edhe vetëm mundet Reali edhe thot Mbappé mbrapa po unë nuk e kisha mendjes. Lene më penaltinë ai nuk po merr dot përsipër me bën një aksion vetëm unë e pash dje. Edhe ishte një moment që u kujtu Mbappé të marri topin dhe dali para Teci, që u futani nga qendra, nuk e di e pa, i vjen sa nga mrapa me
tek pagë kështu pa. I mori topin, kundër sulm, shpëtoi Reali ajo që topin vit fatale do. Po, aq me thon futboll. I majstake është futbolli. I majstake. Imagjino dhe Salaja, që nuk e ka akoma të sigurt qëndrimin të Liverpoolit, shkon kthehet mbrapa, nuk merr 200 milionë euro në sezon Salaja llaj, i merr Mbappé dhe nuk shkon as brava me një Po, se ta me grim, edhe ai humbi penallti. Edhe ai humbi penallti. Gjithë humbi penallti, po kështu luan mirë, Mbappé humbi penallti dhe u mbyt me veten e vet, u mbyt Jam dakord që Mbappé nuk kthehet mbrapa, po nëse nuk do kthehesh mbrapa, do të jesh super para valla. Ai nuk ishte super para. Ai nuk është fare, kuptoj, nuk është fare pas fare, nuk është fare. Që çdo thotë populli shqiptar për Mbappé, sot dieta. Merre me long se mishi marroj. Mirë, ky që merr me lëng, po Pep Guardiola me çfarë do marrë se ky City me 6 humbje, jo 6, me 6 ne çfarë fitu. Po, Çi diçka. e të mërshme për City vllai, po e pe atë Guardiola vllai me 4 gërvisht i gun këtu, i ganç këne nga veshi maj, nuk e di, po mendoj se më falë me e thonë, po ai Guardioli ka funë shpusi, ka thonë o vlla se po na nxjerr keq para konflikt thua. po nëse Ballkanas Guardioli më mbruri thot ka çik potencë, flet aty i thot, po shoh po na nxjerr keq para fëmijëve, kalamojve tan, çuni xhaje son shef Kroaci. Te ka thënë, Te ka thënë Guardioli, Te ka thënë Guardioli, po. Për nxjerr keq ka Është problem që Gjashtë ka fitu. Më fletë është turbe faqe. Është turbe faqe Zezi ka thonë Guardioli. E kanë nevojë të ndisoj, Po, si ka mundësi dhe një ekip që ne i pa dominohet dhe të shënoj golade, po thëmë me ekipe si Feyenoord, po. Tani vete, 3-0, minut 76, edhe dhe 3-3 ndesha, unë nuk e kështë mëndu kur një. Asum se prisa fare. Mos harrojmë që është rekord, ëh. Rekord që Rekord deri në 75, asnjë ekip tjetër nuk e ka bërë që tjetër duke fitu 3-0, edhe të shkojë të barazoj ose mos fitoj ndeshje. Por, ka një ekip që nga 3-0 ka bërë 3-3, Ligën e Kampionëve, Ama lejë në finale, me qenë edhe me mirë. Orë flor. Orë bënar, ka thuj. Ajo gjëja është po. Deri në 50 ishte. Pas 50-s e unë golin. Se na Është finale. Po na 3-0 deri në minutë 75. Ma kujtoj ka një 3 gola nga Feyenoordi, se ne jam me Liverpooli, Liverpooli. Është finale. Po mirë, Kishim bërë prak. Se na hap plagën tjetër. Ndesha më kujtoj, nuk e kam mu faj. Kjo ndeshje zot ndodh, ai City është jashtë lojë fare. Mendoj që Haalandi nuk po Haalanderon sa duhet. Haalandi golat i boni po. Ka parë dikë që tha City që janë qytetarë, tani janë fshatarë. E ka dhënë fare edhe. Mos dun heqin Guardiola po. Po, mos ndajqin qafe, se me ato që kanë pasur. Tani a duhet ai që nga trajner, po duhet ta eliminojnë fizikisht. Tani Nuk e fusa, Inshallah nuk e eliminon fizikisht. Inshallah do zoti nuk është ai që mendoj unë. Inshallah ai nuk ka ne problema ne nga familja. Çfarë ngjarje det? Mund të jetë zonë me grun. Çfarë s'bova kjo? Kush me gru se i ndodhi kur ishten. Çfarë me grunë vetë? Shkoj ka dhoma tani qytetarë me doli, ishte me. Jo, ka qenë pjesëpar. Ka pas këtu një gritje. Po pra, i ka ndodhur në stadium. Ishte ka gruja aty. Çfarë s'bova kjo? Gruaja gjë e rëndë. Tash më pas shërën në shtëpi, o Benar nuk është mirë. Është e rëndë. Po ligu do të dyshoj fort. Mbarmën Chelsea ka patur një fizioterapiste e femër atëherë. Eva si e kishte. Ka qenë Eva. Vetëm po të kisha atë do dyshoja. Po të kisha atë do thoja. Mos e kava, po nuk e nxjerr në syrin e Po publikut. do ta nxjerrë se është për letarë, që folim. Po është për shëruar letarë dhe s'është për. Që folim realitetin tash. Aha, na trego që realitetin. Okej, ja të tregoj unë çast me që do të ta tregoj ty edhe Flori. E mirë, Ne kemi pa që Guardiola luaj çik me turp kështu. Shoh, shtrit, Nuk falla, ka prestoj të është komik shumë i Guardiola. Po ndoshta nuk ka prej thonjë që nga ndesha fundit ka fituar. Me thënë dhe sa, e preva me këtë. E tha pra po. Nuk i thënë. Ato do besoj mos të dhoma s'kom qenë, një gjasni ka Mos është mallkimi, Jo, s'kam është mallkimi i Rodri që fiton topin e art. Po dhe ka mallkime në fakt, futboll ka mallkime. E ka mallkoj Vini Brazil. Ka filluar ato të veta kështu. Ka filluar ato rituale. Në favela. Të di Allah, nuk e di a ka fitu ai Rodri për një arsye, por për arsyeën që City s'po fiton. Ka një arsye shumë të fortë, kjo është arsye kryesore pse Rodri fitoi topin e art. City i mungon Rodri dhe aty në qendër mes fushës nuk po merren vesh as me